është kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio, miq, jemi drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel në programin Music Plus dhe tashmë me plot gojë them, studio është zbukuruar. Gloria Nure është me mua në ditën e sotme në programin Music Plus, një mikeshe përhershme këtij programi e Radio Emanuel dhe Gloria të përshëndes, të falenderoj që je këtu sot. Përshëndetje, faleminderit, është gjithmonë kënaqësi e përhershme për mua të vi këtu, ndiem si në shtëpi. Faleminderit shumë. Edhe për mua është një kënaqësi sot për të zhvilluar jo intervistë, nuk parapëlqej ta quaj të tillë, një bisedë të këndshme për të prezantuar më tepër të gjitha projektet, angazhimet artistike, sukseset, por dhe sfidat. Dhe gjithçka që ti ke kaluar për gjatë 2025-s, ishte e pamundur të paktën në fund të vitit të gjeja për të zhvilluar një intervistë për shkak të angazhimeve të shumta. Prandaj pse jo le ta nisim këtë fillim viti me të gjitha ato që unë përmenda më sipër, edhe për të prezantuar më tepër edhe gjithçka që ti ke planifikuar për të realizuar për gjatë këtij viti. Prandaj duke qenë se jemi në fillim të një viti të ri, sikur se përmenda, 2025 ka qenë një vit me shumë angazhime në aspektin artistik, në aspektin profesional, si do ta përshkruaje ti këtë vit që lan pas? Në fakt, në qoftë se pjesa e parë e vitit ose 11 muajt e vitit ishin pak më të qeta, ai muaj dhjetor I ka zëvendësuar të gjitha ngarkesat që mund të kem patur unë të lira gjatë pjesës më të madhe të vitit. Për të gjithë shka që ai sjell. Ashtu është. Në fakt, lavdi Zotit që qyteti I Korçës është aktiv me aktivitete, me koncerte, me shfaqje të ndryshme. Sa mirë që ka marrëdhënie shumë të mira me artistët e rinj, I promovon, I nxjerr, ka marrëdhënie shumë të mira me artistët korçar dhe jo vetëm jashtë qytetit, brenda Shqipërisë, edhe jashtë saj. Gjatë gjithë viti ka patur aktivitete shumë të bukura, të ndryshme, teatri, qendra e artit, edhe biblioteka gjithashtu me të gjitha aktivitetet, promovimet, artistët, koncertet janë përpjekur që të sjellin risi, festivale të reja, siç ishte për shembull ai I veglave aerofone. Të gjitha kishin karakteristikat e tyre dhe sa mirë që këtë po thoja që ne jetojmë në një qytet që na jep mundësinë të dëgjojmë shumë edhe të shohim shumë, sepse lidhemi dhe më tepër me artin, kështu dhe rrjedhimisht edhe me trashëgimin kulturore, që është shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e jetës kulturore të një qyteti. Ka qenë vit I qetë në fillim dhe më pas një bum I madh aktivitetesh, ashtu siç muaji dhjetor është në vetvete, po sa mirë që e kemi të lindur dashurinë për artin edhe për t'i përballuar gjitha ngarkesat që na vijnë. Edhe ti jam e sigurt ti ke përballuar me shumë sukses, për cilat ne do të flasim edhe në vijim. Prandaj unë mund të përmend disa prej projekteve, patjetër mund të jenë shumë më shumë edhe ti mund t'i prezantosh me shumë kënaqësi për gjatë bisedës sot, disa projekte që ke qenë pjesë e tyre, ka qenë Real Life, Autonom Korç, shkore të ndryshme, të cilat besoj patjetër kanë lënë një gjurmë tek ty. Të gjitha. Jo vetëm në aspektin personal, por edhe në atë profesional mbi të gjitha. Patjetër. Në fakt, kori a cappella është viti I 4 që funksionon. Pavarësisht se në një vit e sollëm në një mënyrë tjetër, sepse kompozitori nuk mundi të vinte nga Kosova, sepse është kosovar. Dhe përveç aspektit profesional që është një gur shumë I rëndësishëm në CV-n, le të themi, ose në biografinë e një artisti, kori a cappella është I vështirë dhe është shumë I rëndësishëm. Ne kemi kënaqësi kur vjen ai momenti që duhet të fillojmë provat dhe të takohemi të mblidhemi me njëri tjetrin, sepse Trimor Dhomi, kompozitori dhe dirigjenti, është një shkollë më vete. Dhe gjithmonë eksperienca të tilla të rritin
profesionalisht dhe të rritin edhe personalisht, sepse shoqëria që ne kemi me njëri tjetrin janë pothuajse një pjesë e mirë e tyre e korit lira, dhe ne jemi rritur me ta dhe jemi rritur me dashurinë për muzikën e tyre dhe për serenatat tona. Dhe risia vit pas viti, mënyra se si sjell Trimori të kompozuara ndryshe këngët, asnjëra nuk është e dëgjuar në një formë të saktuar, janë të gjitha të reja dhe duke sikur ti vetëm fjalët i njeh sepse e dëgjon për të parë mënyrën se si është kompozuar. Dhe besoj që kjo ju kërkon edhe më shumë punë, më shumë angazhim. Shumë punë dhe shumë angazhim, sepse jo të gjithë kanë mbaruar shkollën dhe mund të lexojnë notat, partiturat, dhe është një çike vështirë, po kjo është më e bukura, marrëdhënia që ne kemi me njëri tjetrin, ndihma që japim njëri tjetrit, dhe kjo është arsyeja pse ne mezi presim të vinë prova dhe të mblidhemi dhe të takohemi me njëri tjetrin. Bëjmë edhe humor, bëjmë edhe shakase, të gjithë artistët dhe sidomos të mëdhenj në moshë e kanë marrë, si thua, atë ajkën. Edhe na kënaqin edhe ne të rinjve, kemi gjithmonë kënaqësi të punojmë me ta. Çfarë mund të themi për koret e tjera, apo ndoshta edhe eventet e tjera ku ti ke qenë pjesë për gjatë këtij viti, sikurse ka qenë dhe Autonom Korç, diçka shumë e veçantë. Edhe Autonom Korç nuk jepej për herë të parë këtë vit, sepse Këshilli i Qarkut gjithmonë i ka kushtuar rëndësi trashëgimisë kulturore dhe të gjithë traditave të valleve dhe veshjeve popullore dhe këngëve të gjithë qarqeve të qytetit të Korçës. Gjithmonë kënaqësi sepse muzika a cappella, koret a cappella kanë karakteristikat e veta. Kori i të rinjve që ne sollëm për herë të parë këtë vit, një nga koret më të bukura që kishte edhe ndjekshmëri shumë të lartë dhe ne u çuditëm, i kushton shumë rëndësi të rinjve tani për momentin. Ka karakteristikat e veta. Autonom ka karakteristikat e veta sepse muzika popullore është shumë e vështirë, sado i thjeshtë duket, është e vështirë. Nuk bën për të gjithë, si të thuash. Domethënë është shkollë më vete. Rin Live, koncerti parë fare që ne e hapëm, e çelëm si parin e aktiviteteve, si të thuash, në datën 6 dhjetor, kishte edhe ai karakteristikat e veta, sepse ishin të gjithë zëra të rinj, me vokale të ndryshme, me këngët kult shqiptare që ne i kthyem të modernizuara, si të thuash, i shplurosëm nga ajo nostalgjia e së shkuarës. Dhe të gjitha koncertet e vitit 2025 kanë qenë shkollë më vete, na kanë mësuar shumë, na kanë rritur shumë profesionalisht, dhe mbi të gjitha na kanë mundësuar komunikim dhe marrëdhënie edhe me njerëz të rinj që ne nuk i njihnim. Dhe gjithmonë marrëdhëniet e reja, shkëmbimet janë gjithmonë bekim të rritin edhe të rritin, absolutisht. Të pasurojnë gjithmonë edhe më tepër. Gloria, ti për gjatë viteve ke realizuar performanca vet solo, por ke qenë edhe pjesë e grupeve të ndryshme. Prandaj si është të punosh në ansambël krahasuar edhe me ato performancat solo që ke realizuar, qoftë edhe për gjatë kësaj periudhe. Po. Në ansambël gjithmonë funksionon një emocion, si thua, ose një merak i brendshëm më i madh. Sepse të gjithë njerëzit që vinë atje janë të stërvitur nga në kuptimin e muzikës popullore. Edhe një gabim i vogël në muzikën popullore, një luatje në vokal apo diçka, dallohet shpejt edhe nuk e dija që muzika popullore ishte kaq e vështirë. Është, duhet të jesh rritur në një ambient ku ose është kënduar muzika popullore ose dëgjoj vazhdimisht, që ta kesh tënden edhe mos e kesh problem. Por të vendosësh përballë dy vajza, siç isha unë fillestare. Për fillestare, domethënë nuk e kam muzikën popullore time, si të thuash. Me një nga vajzat e tjera që është rritur për shembull në një ambient me muzikë popullore, dallohen ndryshimi me njerë. Dhe ky ishte meraku im. Por gjithmonë me punë arrihet çdo gjë, edhe kur e ke të lindur talentin, dëgjon, mëson, të zhvillojnë vetveti nga meraku. Ato aftësi. Në mënyrë që të japësh më të mirë, të japësh maksimumin. Dhe gjithmonë është bukur të punosh me atë pjesë të muzikës që e ke për detyrë ta mbash, edhe ta ruash edhe ta trashëgosh. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse muzika moderne gjithmonë zhvillohet, ndryshon karakteristika, ndërsa muzika popullore mbetet në ato rrënjët e veta. Nuk e di, të gjitha këto ku ti ke qenë pjesë, çfarë të kanë mësuar për gjatë këtij viti, qoftë edhe në aspektin profesional, por edhe në atë personal. Në çdo aktivitet të çdo viti ku unë marr pjesë, e para gjë që mësoj është se duhet punë. Dhe nuk mund ta shtysh do ta bëj nesër, do ta mësoj nesër këtë gjë sepse nuk ka kohë. Koha ikën shumë shpejt. Vërtet.
Në qoftë se ne kishim 6 aktivitete, sepse duhet të përmend edhe shfaqjen Katedralja e Parisit që u vendos. Do ta prezantojmë pak më poshtë atë. Që u vendos me një ndër më të veçantë. Po, këto 6 aktivitete ne na kanë dashur 2-3 muaj punë, të gjitha, edhe kori i të rinjve, sepse ishte një bashkim pak i zorshëm, imagjino, domethënë të vrullin dhe energjinë e të rinjve, të mund t'i menaxhosh. E po nuk e pranoj atë që the në fillim që 11 muaj ishin më të qeta dhe një muaj, sepse ka pasur një parapërgatitje. Që më përpara, patjetër, por në aspektin e emocioneve. Po, patjetër. Dhe imagjino tani sa të rinj ishim në atje, gati 30 të rinj. Ti ulesh edhe të duhet të punosh edhe mos flasin me gjithë atë energjinë dhe ritmin e tyre dhe mënyra se si këndonin këngët. Domethënë çdo aktivitet ishte magji më vete, por ajo që më kujton gjithmonë çdo aktivitet është duhet punë. Gjithmonë duhet punë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur edhe pas pak tek një ndër shfaqjet më të veçanta, sikurse ka qenë edhe Katedralja e Parisit, por në këtë momente unë ju ftoj të ndiqni pikërisht një këngë. Në bashkëpunim me Radio Manuel Gloria Nure kanë sjell këngën Kjo botë kërkon për një hero, të cilën ju ftoj ta ndiqni në këto momente dhe rikthehemi sërish me Gloria në studio vetëm pas pak. Kjo botë kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne. I plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori dhe vdi që ne të gjejmë shpëtim. Shpalim qartë, thërasi mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasi mezet lartë, ai është kampioni. Fuqishmi është heroi, nga zgjedhja dhe vdekjes na çliroi, me Jezusin e s'kemi frikë më. Shpalim qartë, thërasi mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpalim qartë, thërasi mezet lartë, ai është kampioni. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me Glorian, edhe pa humbur kohë do të ndalemi tek një ndër shfaqjet më të veçanta, sikurse ka qenë Katedralja e Parisit, një projekt i veçantë, i cili edhe për spektatorin ka pasur shumë emocione, por dua të di për ty, çfarë emocionesh të ka përcjell kjo shfaqje? Ishte qershia mbi tort kjo shfaqje, ishte fundit në kalendarin festiv, timin personale, se më pas vazhdoi Kori Lira në datën 31. Ne kishim në datën 28-29. Ishte shfaqja që unë e kisha më me merak nga të gjitha, mbas autonomit, madje edhe pak më tepër, sepse
kërkonte përgatitje të mirë vokale. Kisha vetëm 2 këngë, po ishin relativisht të vështira. Dhe emocionet ishin të mëdha sepse lavdi Zotit që nuk kisha probleme me frëngjishten, që di frëngjisht dhe mësova këngë, se trupa kishte patur goxha kohë që merreshin me frëngjishten. Kërkon më shumë para përgatitje, patjetër. Po emocioni im ishte i madh sepse nuk njihja asnjërin prej tyre, nuk isha punuar më përpara me ta. Dhe ky ishte një projekt i Korçës dhe patjetër duhet të ishim ne pjesë. Dhe lavdi Zotit që ne shkuam shumë mirë me njëri tjetrin, u njohëm, u takuam. Po unë e mendoj, e besoj këtë gjë dhe e them shpesh, kur je artist në shpirt, nuk ka pse të shkojë keq. Edhe që në momentin që njihesh e kupton. Le të themi qëllimin edhe shpirtin e artistit e kupton, njihesh edhe bëhesh bashkë dhe koncerti ose shfaqja ose çfarë do të punët ke shkon mirë pastaj. Dhe ne kjo na ndodhi, patëm një marrëdhënie shumë të mirë që në fillim me njëri tjetrin. Unë shkova dhe në Tiranë për të bërë prova atje, sepse ata ishin të gjithë që jetonin dhe punonin atje në Tiranë, nuk janë të gjithë nga Tirana. Dhe ishte një shfaqje e vështirë sepse skenografia ishte shumë e madhe dhe ishte problem madje në fillim se si do të vendosej në skenë një mini katedrale, le të themi, një imitim katedraleje, po u arrit me skela, skenografi fantastik gjithmonë përpiqet që të gjejë mënyra që t'i afrohet. Regjizori Giuliano ja kishte bërë gjetje shumë të zgjuara, që e bën akoma dhe më të rejtë, se vepra e Victor Hugoit studiohet edhe në përshkolla. Është edhe e dëgjuar, e stër dëgjuar, e studiuar, e lexuar, është perl, si të thuash, e letërsisë botërore, kështu që ai duhet të bënte disa zgjedhje që ta tërhiqnin akoma dhe më shumë publikun, edhe ne me sa na tha në fund, ja kishte dalë. Unë pata mundësin për qëmë, por personat e tjerë të cilët kanë thënë, ka qenë një emocion i madh edhe një shfaqje fantastike dhe shpresojmë që në të ardhmen të rikthehet sërish. Besojmë Katedralja e Parisit për gjithë ata që humbën. Gjatë gjithë kohës mbrapa skenës kur performonin me njëri tjetrin dhe kush performonte në skenë, ne ishim mbrapa ose të duke u dridhur nga emocioni ose me mornica ose bënim tifo për njëri tjetrin. Duke mbështetur patjetër. Po, ishim pjesë vërtet shumë të bukura. Gloria, ne si publik nuk është se i shohim të gjithë këto element që ti the, qoftë edhe emocionet tuaja, por edhe mënyra se si realizohet aspekti skenik, në aspektin e regjizurës, janë elemente, detaje shumë të rëndësishme, patjetër që e bëjnë të plot një shfaqje. Nuk e di nëse ka pasur ndonjë lloj sfide tjetër, cilën ti dëshiron që ta sillesh për publikun përtej asaj që ne shohim si publik. Po ishte dhjetor për shembull, ishte kulmi i griprave. Unë isha tërkohën me merakun bobozëri. Duke u ruajtur. Por një moment u dorëzova dhe thash, Zot, në duart e tua Perëndi, thash, jo çdo betejë e imja. Jo çdo betejë më takon mua, ato të më dha ti ke ti, thash. Kështu që dhe lavdi Zotit, unë nuk e di, mrekullisht më ka erdhur zëri për atë, se e kisha dhe shumë lart, donte impostim. Dhe nuk e kam dalluar fare as unë dhe as publiku që unë mund të kem qenë me grip ose mund të kem patur probleme vokale, sepse Perëndia është gjithmonë besnik dhe i mirë. Sa mirë. Dhe unë pavarësisht se mund të kem patur shumë aktivitete, emocionet kele janë gjithmonë të njëjta. E besoj këtë. Ai 5 minutësh përpara se të dalësh, qoftë për të prezantuar, qoftë koncert për të kënduar, qoftë shfaqje, qoftë poezi për të recituar, kanë një emocion të gjitha. Edhe besoj që po mos ishte ai emocioni, nuk do të kishte më vlerë. Po është i pashmangshëm. Jo vetëm se do të dalësh mirë në sytë e publikut, po nuk është vetëm kjo, e kuptoj. Jo, është më shumë ajo që të dalë mirë. E kupton, të dalë e gjitha mirë, mos bëhem un problem për shembull, ose mos përflitem, ose ta shijoj, duhet të jesh në gjendje të mirë. Edhe ti japësh atë lloj emocioni, atë ndjesi që vërtet duhet përcjellësh tek publiku që është aty duke të parë dhe duke të duar trokitur. Nuk e di, ka pasur ndonjë moment apo përvojë specifike gjatë vitit që lan pas, që të ka bërë të ndjesh edhe më e sigurt për rrugën që ke zgjedhur, sidomos në muzikë? Sepse ti je përfshirë në shumë gjëra tashmë. Unë po specifikoj muzikën, por nuk e di nëse ti do të sillesh edhe diçka tjetër. Jo, këtë që thua ti e kam ndier në fund dhe në mbyllje të çdo koncerti. Për shembull, kisha 2 këngët në Katedralja. Mbarova kënga e dytë, Do me thënë tani,
Po, mund t'ja dalësh ti. Derisa bëre këtë, mund t'i bësh të gjitha. Kështu motivon veten. Po mbaroi Koria Kapela për shembull, ja, Samir shikon u bë. Kjo do të thotë që nuk ka asgjë të pamundur. Do në fund të çdo koncerti ty t'jepet një gur i vogël sigurie. Patjetër. Që e ndërton pastaj të kalane ajo e suksesit. Po. Dhe e kam patur në fund të çdo koncerti këtë gjë. Edhe në Koria Kapela dhe në ansambli që ishin këngët popullore, edhe në katedralja, edhe në kori të rinjve, se ata donin një drejtim, si të thuash, të na ndiqnin ne pak më të mëdhenjve që të vazhdonin edhe ata. Domethënë secili ka të përgjegjësinë e vet, që nëse je perfeksionist, kështu siç jam unë, që vere edhe detajin më të vogël, edhe do të punoj shumë pastaj që ta bëj mirë, atë gjë, kur mbaron mirë, lumturohesh, kënaqesh dhe të shtohet pak ai vetbesimi. Kërkon edhe më shumë. Gjithmonë me thjeshtësi. Si e përjeton atë lidhjen me publikun, sidomos gjatë performancave live? Ajo është magji më vete pastaj. Domethënë çdo duartrokitje, kur i shikon ato sytë e tyre plot me dritë që të buzëqeshin, të duket sikur ti e ke plotësuar qëllimin pse je këtu në tokë, domethënë për t'i bërë njerëzit për sa do pak minuta të harrojnë ato problemet e tyre dhe të përfshihen në botën e asaj gënjeshtre, si thua, që është në shërbim të së vërtetës, se kështu thuhet për artin, është një gënjeshtër në shërbim të së vërtetës. Kjo është edhe fuqia e artit. Pikërisht, edhe ta shikosh që për disa momente i ke bërë të harrojnë ato problemet e tyre, të dalin nga jeta e tyre e përditshme dhe të përfshihen, ti bësh ti me zërin ose me çfarë do lloj ose me aktrimin tënd, ti bësh të përfshihen në atë botën e artit dhe të ngjarjes që po ndodh, është arritje më vetë. Këtu është suksesi, besoj. Është ndjenja më e bukur. Patjetër. Po. Unë si spektatore kam provuar këtë lloj ndjesie dhe e kuptoj vërtet shumë se sa e rëndësishme është që kur shkon aty të përfshihesh totalisht tek absolutisht. Kjo do të thotë që artisti ka kryer mirë rolin e vet. Dhe sidomos me publikun e Korçës, që është shumë intelektual, është shumë sqimtar, janë shumë të zgjuar, kanë kanë shumë pritshmëri, shumë, kanë edhe pritshmëri, po kanë edhe background artistik të zhvilluar, si themi, sepse Korça me vite ka qenë shumë e zhvilluar artistikisht. Dhe unë në çdo intervistë që them gjithmonë, nëse të duar troket publiku i Korçës, ti vlen vërtet. E ke aty yllin e ballë se publiku i Korçës nuk të duar troket kollaj dhe nuk kënaqet kollaj asnjëherë. Sfidë më vete kjo pastaj. Sfidë më vete. Po jemi rritur dhe jemi mësuar pak me këtë. Besoj që të bën mirë dhe të ndihmon për të kërkuar edhe më shumë nga vetja dhe për dhënë patjetër maksimumin në gjithçka që ti personalisht, por edhe të tjerët janë duke realizuar. Do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të na prezantuar me ato projekte që ti tashmë i ke në jetë për gjatë këtij viti, çfarë dëshiron të realizosh edhe kudo më shumë të fokusohesh, por pa mburkon ndjekim sërish një tjetër këngë nga Gloria Nure, vjen kënga U Ndorzohem. Vazhdoni qëndroni në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Dorzohem,
shumë, si një here fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro, tek unë, si një here fort, Jezus fryte kun, Zoti vepro, tek unë, si stuhi e fort, shpirtin tim lëviz, Zoti vepro, tek unë, dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë, unë dorëzohem, dua të njoh më shumë, dua të njoh më shumë. Rikthehemi në studio, kemi ndjekur këngën Unë dorëzohem nga Gloria Nore dhe vazhdojmë me Glorian për një bisedë sot në programin Muzik Plus. Gloria, prezantuam të gjitha ato angazhimet kryesore, sukseset, pse jo edhe realizimet e vitit që lan pas, por si ka nisur ky vit për sa i përket projekteve dhe gjithçka që ti dëshiron të realizosh. Çfarë keni menduar? Jo vetëm në aspektin personal, sepse e di që është shumë e rëndësishme edhe bashkëpunimet që ju sillni. Çdo vit ka risitë e veta. Do me thënë, sado që mund të kesh një plan që do thuash do bëj këtë dhe atë, që të përpiqesh të jesh pak e rregullt dhe të ndjekësh një rutinë, si të thuash, arti ka gjithmonë surpriza, nuk të le asnjëherë bosh, nuk të le asnjëherë pushim. Nuk e dim çfarë mund të sjell viti 2026 konkretisht, sepse dhe katedrali aktivit për shembull ishte e muajve të fundit. I bën përgatitjet, kështu që varet si shkojnë gjërat, ku do jetë nevoja që të ndihmojmë të marrim pjesë. Po unë shpresoj që këto festivalet apo koncertet që tashmë janë kthyer tradite, që janë të përvitshme, që në qytetin e Korçës, të paktën këto të përpiqemi që të sjellim risi mbase, ose të shohim si mund t'i ndryshojmë, ose qoftë edhe thjesht t'i vazhdojmë, t'i japim, edhe të shkojnë ato mirë, që janë të përvitshme, dhe që njerëzit janë mësuar tashmë dhe i presin vetë. Për shembull Korin a Kapela mezi e presin njerëzit, e duan shumë, sepse është një kultura artistike shumë e lartë, dhe Korça e do këtë gjë. Dhe sa herë që vjen momenti do japim Korin a Kapela dhe teatri mbushet gjithmonë plot. Ndërsa planet të tjera unë uroj që të kemi bashkëpunime të suksesshme. Unë për momentin kam kaluar tek Qendra e Artit dhe Kulturës, sepse isha te biblioteka. Dhe atje ne kemi gjithkohon shumë aktivitete, pikturë, skulpturë, teatr, koncerte, instrumenta, jemi gjithkohon me aktivitete. E kam ndjekur në fakt dhe kam parë që thuajse çdo datë ka një aktivitet. Kështu që gjithë vitin do jemi shumë të angazhuar, besoj, me shumë aktivitete dhe i mirëpresim krahapur sepse na rritin, jo vetëm profesionalisht, që mësojmë akoma dhe më shumë, jo vetëm në fusha ku ne jemi të interesuar, por në të gjitha fushat, sepse arti është shumë i gjerë. Po krijojmë edhe marrëdhënie dhe rrjete që nesër pas nesër do të na duhen bashkëpunime të mira dhe marrëdhënie të mira brenda artit dhe jo vetëm. Sidomos për një artist është shumë e rëndësishme, por edhe ashtu sikurse përmend edhe në aspektin personal, pse jo. Në hyrje të kësaj bisede, ke folur se sa e rëndësishme është puna sistematike për një artist për të arritur sukses edhe për të realizuar veten në aspektin profesional. Prandaj, çfarë roli ka disiplina dhe puna e përditshme në jetën tënde? Jo vetëm në periudha të tilla, ndoshta më të ngarkuara se sa pjesa tjetër e vitit, por jam e sigurt të punosh edhe të kesh një lloj disipline në çdo fushë, jo vetëm në aspektin e artit, është shumë e rëndësishme. Është më e rëndësishme, nëse një njeri ka disa ëndra dhe disa qëllime
që është i vendosur, ka një ambicie të mirë dhe të bardhë, le të themi, për t'i arritur, puna e vazhdueshme dhe disiplina është kryesorja, është numri 1, është jetike gjithmonë. Nuk ka lodhje, nuk ka do ta shty për nesër, nuk ka kam kohë. Në qoftë se do të ecësh dhe në qoftë se duhet jesh shumë i përgatitur, nuk ke kohë. Duhet i kapësh gjërat sa ke mundësi, sa ke freski në tru, në shpirt, duhet ti shfrytëzosh ato momente, sepse vjen një moment që qoftë edhe nga jeta personale, krijimi i familjes e të tjerë, që kërkojnë tjetër angazhim, kërkojnë tjetër përgjegjësi dhe të japin një tjetër lodhje. Dhe ti duhet ta shfrytëzosh këtë momentin e rinis, siç e bëj unë gjithmonë që e vogël kam qenë uragan, domethënë. Jo sepse kam dashur të arri diku edhe ja kam arritur, se këtë e kisha të pashprehur, e kisha në veten time, por nuk e kisha si qëllim kryesor, të paktën në vetëdijen time, pavarësisht se në nën vetëdije përpiqesha gjithmonë të punoja sa më shumë, dhe si kuptoja thoj, po ti nuk lodhesh, thoja me vete, ç'lodh bëj, jo, nuk ri dot, domethënë jam tip që dua gjithmonë të merrem me gjëra. Dhe ky karakterim këtë gjë më ka mësuar që puna, disiplina e përditshme gjithmonë do të nxjerrin diku. Për shembull, unë tani për momentin punoj tek Qendra e Artit dhe Kulturës, këndoj live në fundjavë të premte të shtunë, aplikova për pedagoge të jashtme dhe jam për momentin pedagoge jashtme në universitet dhe merrem edhe me koncerte dhe shfaqje të ndryshme. Bravo. Është gjithmonë vërtet bravo për gjithçka që bën. Nuk e them për të mburur apo jo, pse me thjeshtësinë më të madhe. Je shembulli një vajze të re e cila jep shpirtin në gjithçka që bën dhe unë e konfirmoj këtë sepse kam parë edhe në mënyrën se si ne disa herë kemi bashkëpunuar për të realizuar këngët që transmetohen. Dhe gjithmonë disiplina dhe puna e përditshme është ajo që të çon atje kudo, sado i talentuar të jesh, sado aftësi të kesh, puna nuk është asnjëherë tepërt. Prandaj dhe populli jon nuk thot kot, është 1% talent dhe 99% punë. Dhe unë përpiqem praktikisht ta zbatoj çdo ditë këtë gjë. Duke u marrë me leksione, duke u marrë me mësime gjuhësh të reja, duke u marrë me mësime këngësh të reja, domethënë gjithkohë një dras që duhet të mbushesh plot me çdo informacion të mundshëm, sepse në një moment të jetës apo në një tjetër do të shërbejë dhe do të duhet. Patjetër, dhe kjo është një mesazh shumë i rëndësishëm, sidomos për të rinjt që janë duke na ndjekur në ditën e sotme. Çfarë roli, çfarë vendi zë Perëndia në jetën tënde? Edhe në gjithçka që bën. Në qoftë se disiplina dhe puna zën në vendin e parë, Perëndia është gjithmonë ai që kujdes edhe për punën dhe për disiplinën. Mbi, është mbi çdo gjë. Unë nuk e imagjinoj dot jetën time pa një marrëdhënie të shëndetshme me Perëndin. Në momentet më sfiduese të mia, në momentet më të qeta dhe më të lumtura të mia, në momentet më të vështira të mia, sepse ne artistët edhe lodhemi dhe mërzitemi, por nuk e shfaqim dot këtë gjë sepse publiku do të shoh ti derisa ke marr pjesë. Është e vërtet. Dhe përpiqemi nuk duhet ta reflektosh. Pikërisht, dhe përpiqemi ta fshehim sa më mirë këtë gjë. Por arma ime më e fortë është Perëndia. Unë në qoftë se nuk do kisha një marrëdhënie kështu siç e kam. Nuk po them se e kam në marrëdhëniet ashtu siç duhet, por gjithmonë ka vend për punë dhe për përmirësime, sepse jemi njerëz mëkatar që në mos njerë edhe bijem, patjetër. Dhe është jetik për mua. Është Perëndia, është kryesori i parë, i drejtohem gjithmonë në çdo rrethan timen. E kam si një mik që flas gjithmonë kur jam ndonjëherë vetë në shtëpi ose edhe me njerëz, flas me zë të lartë, domethënë. Po hamo Perëndi, them mos ju bë kështu. Ose nuk e di, në komunikimin më të përditshëm dhe më të thjeshtë, deri në ato lutjet më me nevojë që kam unë, për shembull, që Zot vendos duart e tua të lutem sepse kam nevojë për këtë gjë, për atë gjë. Dhe më shumë se sa një marrëdhënie që kam nevojë për diçka, unë e kam edhe faleminderit, e kam edhe të lutem, e kam edhe më fal, e kam edhe në 100%. Ashtu sikur se kemi një mikë në gjitha ato marrëdhëniet tona. Është kryesori dhe unë çdo miku që kur ulemi dhe bisedojmë dhe flasim, unë them krijo një marrëdhënie me Perëndin, është këshilla ime e parë. Është shpëtim, të nxjerr nga çdo situatë të errët ose të vështirë ku ti mund të ndodhesh, por nga ana tjetër të jep edhe një gëzim dhe një paqe që nuk kuptohet nga të gjithë. Nuk e kuptojnë të gjitha të paqen. Edhe nuk mund ta gjesh askund tjetër. Atë qetësinë që ti mund të kesh në mes të stuisë, asnjë nuk të kupton dhe thon, po ti si ka mundësi që nuk po reagon kështu? Dhe ti që nuk ke si e shpjegon dot, sepse është një marrëdhënie jotja, thua vetëm riqet dhe krijo një marrëdhënie me Perëndin. Kjo është kryesorja.
është alfa dhe omega. Fillimi dhe mbarimi. Amen. Gloria, duke parë përpara cilat janë ato ëndra që të udhëheqin në rrugën tënde muzikore? Në fakt unë e kam patur gjithmonë këtë ide me veten time që nuk ka asgjë të sigurt në jetë. Sado që ti të vendosësh të bësh diçka, mund të mos dalë ashtu siç ti do. Dhe kam hequr dorë, si thua, të krijuarit të atyre parimeve dhe ideologjive të sigurta dhe të vendosura njëre mirë, si thua, njëre për gjithmonë. Kështu që përpiqem të jem shumë elastike, ta kap atë mundësi që më vjen dhe mos them kurrë jo. Të them gjithmonë unë mundem, unë do përpiqem dhe do ta bëj atë gjë. Dhe duke vendosur gjithmonë Perëndin të parin, jo stresin, jo shqetësimin, jo ankthin, jo egzaltimin që mund të më kap ose euforinë që mund të më kap, që më propozua kjo gjë, diçka shumë e bukur e mirë. Duke vendosur gjithmonë Perëndin të parin me atë thjeshtësinë dhe përulësinë që vetë fryma e tij pastaj ta drejton edhe ta mundëson, unë ja le në dorë çdo gjë Perëndit. Çfarëdo që të më vi, unë lutem për urtësi në radh të parë, e kam shumë të rëndësishme. Më jep atë urtësi, them Perëndi që duhet ta kem në çdo situatë që do më vijë në jetë. Dhe e mirëpres krahapur pastaj çdo gjë që vjen. Nuk kam asnjë plan konkret, do vazhdoj të investoj në këto fusha që unë thash mbas edhe në të tjera, sepse jeta është shumë e gjatë. Dhe pastaj do bëj më të mirën time, siç thuhet në Bibël. Bëj aq sa ke në dorë, bëj më të mirën tënde, për të tjerat pastaj kujdeset Perëndia. Edhe unë të uroj shumë suksese. Dhe duke qenë se pak nga pak po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi apo fjalë zemre ti dëshiron të përcjellësh duke ju referuar të rinjve, bashkëmoshatarëve të tu, të cilët e duan artin, por ndoshta stepen, kam frikë të ndjekin atë për arsye nga më të ndryshme, edhe për atë mundësinë që ndoshta nuk vlerësohet aq sa duhet, qoftë në aspektin financiar edhe në aspektet të tjera. Prandaj çfarë mesazhi ke për gjithë këta të rinj? Jemi duke jetuar në një kohë dhe në një periudhë shumë të vështirë, ku kemi zhurmë luftrash, ku kemi komercialitetin edhe lekun të ideologjizuar dhe të vendosur në krye të gjithçkaje. Jetojmë në një periudhë ku duket sikur nuk ekziston meritokracia, ku funksionon vetëm miku dhe paraja. Dhe me të drejtë të rinjt mund të bien në dyshime, mund të dëshpërohen, mund të duket sikur janë krejt të pafuqishëm dhe të varur nga shoqëria, sepse në kohën e sotme shoqëria po ndikon sa vjen më shumë në mendsi, në zgjedhje, në mënyrën e jetuarit, sidomos të rinjve. Janë pasqyrë, si thua, e brezave të më përparshme të rinjt që dhe ata kanë patur në kohën e tyre problemet e tyre. Ajo që unë mund të them për të rinjt është mos lodhen asnjëherë nga jeta. Jeta është dhurata më e bukur që ka njeriu, është dhurata më e çmuar që ka njeriu. Duhet të përpiqen me mish e me shpirt, mos justifikojnë asnjë tëmet apo ves apo gabim të tyrin, mos e justifikojnë asnjëherë me familjen, me shoqërinë, apo me, nuk e di, justifikime të ndryshme që mund të nxjerrin. Asnjë gjë nuk ka justifikim. Duhet ta kuptojnë të rinjt që e kanë vetë në dorë jetën e tyre. Munden ta bëjnë. Në qoftë se ti ke dashuri brenda teje, mund ta japësh atë dashuri dhe nuk të pengon asnjë gjë. Në çfarë do lloj fushe, në çfarë do lloj rrethane, asnjë rrethan nuk është e pasgjithshme. Asnjë rrethan nuk duhet të na çojë të mendojmë se është fundi i jetës, se jeta nuk ka zgjidhje, ka raste pafund që kanë prekur fundin në rrethana të ndryshme dhe ja kanë dalë vetëm nga dashuria brenda tyre dhe nga besimi. Këshilla ime kryesore është të krijohet një marrëdhënie me Perëndin, është kryesorja, pastaj ai të drejton vet. Mjafton të hapësh zemrën thuajse, pastaj punon Perëndia pa i ndier ne. Marrëdhënia me Perëndin kryesore dhe guximi dhe investimi sa më i madh në vete. Sa janë të rinj, sa kanë fuqi, sa i kanë rrethanat pak më të lira se në të ardhmen, të investojnë në sa më shumë fusha në jetën e tyre, në veten e tyre. Investimi dhe besimi nuk janë asnjëherë të tepërta në jetën e një njeriu. Jo justifikime, vetëm punë, forcë, nuk ka asgjë që një i ri, dhe jo vetëm i ri, nuk ka asgjë që njeriu mos e kaloj, por më tepër i riu. Gloria, të falenderoj vërtet shumë, ishte kënaqësi të zhvillonim këtë bisedë në ditën e sotme. Të uroj shumë bekime, shumë suksese në gjithçka që ti dëshiron të realizosh, edhe kënaqësi vërtet.
je gjithmonë e mirëpritur për të qenë pjesë e programit Ju Muzikë Plus. falenderoj, vi gjithmonë me zemër këtu, këto fjalë më dalin vetë nga zemra. Kur unë mbaroj them po nga i gjeta si thash. Është gjithmonë kënaqësi për mua. E thash edhe në fillim, ndihem si në shtëpi këtu. Uroj që të jetë një vit i suksesshëm edhe i frutshëm dhe për ju me sa më shumë bashkëpunime dhe edhe pse jo bashk. Të bëjmë diçka këtë vit. Patjetër, me shumë kënaqësi. Unë të uroj një ditë mbar në vazhdim. Shkëputemi për të ndjekur sërish një tjetër këngë nga Gloria Nure, një këngë e cila përcjell më së miri atë që Gloria tha me fjalë, por mbi të gjitha e përcjell më së miri edhe me muzikë dashurie Perëndis. Ju ftoj të ndiqni pikërisht këngën dhe rikthehemi së bashku pas pak. Dashuri e Perëndis asnjëherë